Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në thuhet në DTV Media. Si fillim, lejoni që ta bëj falënderimin për sponsorin general, i cili është Joni Ran, që ndodhet në qytetin e Kamenicës, e që ju ftoj që të shkoni dhe ta vizitoni sepse është një vend i mrekullueshëm. Po kthehem tek mysafiri për sonte, me mu sonte kam kënaqësinë dhe nderin, privilegjin e madh që ta kem në një rrëfim ndryshe. Me mu sonte Don Shtefan Dodës, që vjen për herë të parë për me ndohet diçka nga jeta e tij, profesioni dhe misioni i tij. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që ju përgjigjet ftesës edhe i thatë po. Pas gjithë insistimeve që nuk më ishim kërqysh mu dakordu. Ma në fund gjatëm kohë edhe më vjen mirë që po takohemi. Don, për mua është shumë kënaqësi e madhe që ju kem ballë për me folë, me diskutu, edhe me rrëfy diçka që nuk e keni thonë kur më herët. Me thonë të drejtën, je rezervu shumë, po filloj me të pyet pse ke vendosur mos më nxjerr diçka në media, edhe pse je vetë pjesë e saj. Sigurisht që me folë për veten është pak ma vështirë, në kuptimin se publiku është i ndryshëm, edhe ndrysh është kur e njeh dikon, ma ndryshe i thu do gjona, a në publik mund mi thonë do gjonat përgjithshme, por edhe nëse dikush nuk më pyet, zakonisht ana nuk i përgjigjem. Okej. Kush më pyet, i përgjigjem. Kështu që ju më keni thirrë, kështu që po përgjigjem. Po fillojmë të flasim mbi një fëmijëri tonë dikur, sepse është goxha e rëndësishme, rrëfim që të kthen mbrapa, kujtime. Çka të sjell fëmijëria? Fëmijërinë e kujtoj me mall, sepse jam i lindur në stubull të Epërme, komuna Vitis, në një fshat malor, i bukur, por shtëpia jonë ka qenë pak e shkputur kështu, edhe megjithatë familja ime është dashur të shpërngullet në një fshat tjetër Kabash. Aty kam kry 8 vjeçaren, e kujtoj me mall, e kujtoj me dashuri, thënë drejtën, sepse ka qenë një kohë edhe e zbulimit botës, si thush, kuptohet që kanë qenë rrethonat pak familja ime, ka qenë pak edhe varfën, im qenë familje madhe, por ka pas dashuri, ka pas edhe lumturi, mund të them, në ato rrethona në cilat kemi jetu, kuptohet nuk kemi pas gjitha, por me qenë se kemi qenë shumë vëllezër e motra, kështu që e kemi pas një farë grupi, ashtu të themi, edhe harmonie, mirë kuptimi, lojë, po ka pas edhe seriozitet, sidomos kur ka filluar shkolla, ai interesimi, kurreshtja me di gjana, me vizatu, me këndu e kështu me radhë, pastaj edhe kisha, mësim besimi, kështu që mund të them që me mall edhe me gëzim e kujtoj këtë kohë të fëmijërisë. Po diçka të rëndësishme që ka ndonjë me neve prej fëmijërisë? Prej fëmijërisë... Besoj që i dashën edhe i sjellshëm që shlie dhe sot që shnjove. Më kanë thonë që kam qenë i sjellshëm, nuk më kanë pëlqyer kur konfliktet, sigurisht. Më kanë interesu gjanat edhe të shkollës, por edhe gjanat e fesë. Gjithmonë më kanë interesu jeta pas jetës, Zoti, engjojt, këto tema interesant për shkak se edhe në familje është lutur, prej kohë në kohë, ne quajmë këto ruzarja, quhet një lutje, edhe gjatë atyre 15 minutave që ka qenë një lloj heshtjeje, por edhe recitimi, disi kam hyrë në një botë të meditimit, si thush, edhe të vinë ato aty këtu ku përmenden disa fjali lidhur me të vërtetat e fesë, kështu që fillon njeriu me meditu, paka shumë këtu ka fillu pastaj edhe ajo thirrja ime. Okej, para sa me dalë, po flasim mbi fëmijërinë. Sepse nuk duam mi detaje shumë të rëndësishme. Këtë pjesë më the që kujton shumë momente. Po, kryesisht... I dashëm të tjerat... Po, edhe në shkollë, ka shku shkolla mirë, edhe pse nuk i kum pas këtë kushtet në kuptimin që bashkë mi u kushtue lamisë cilën e kom dash, për shembull vizatimit, ose muzikës, por kushtet s'kan qenë atë. Edhe futbolli më ka pëlqyer shumë. Interesante. E këto gjona... Ma përmend dhe diçka dhe muzike, do me thonë edhe me këndu. Po, ma vonjë marë pak shto si hobi e kom pas
ma shumë autodidakt, sidomos edhe në gjimnaz e kam pas drejtorin e gjimnazit që ka qenë muzikant, e më kanë zitë. Si duket ka pa diçka të unë që më ka shku, kum pas vesh, edhe më thoshte pse s'po fillon, pastaj pianës ku fillu mi ra, e kom su edhe ato. Më vonë, për shkak nevojave, në liturgji, u dash pastaj mi kushtu edhe ma shumë vëmendje, kështu që u bë pjesë e imja. Po jeta në fshat? Jeta në fshat, në Stubull pak më kujtohet, sepse 5-6 vitet e para atje kum kalu, pastaj në Kabash, aty në shkollë fillore, në klasë time kanë qenë, shumica kanë qenë musliman, disa kanë qenë edhe katolik, por e kemi qenë shumë mirë. Vërtet, ka qenë një atmosferë madje interesante, kuptohet ato që si kanë të rritë kontaktet, raportet, herë idhnohesh, herë pajtohesh, herë lunë, herë kështu. Kështu që, madje s'ka shumë para disa kohë e takova njërin prej tyre, moti si mi pa, edhe fillum me qesh për atë kohë, edhe me mall me kujtu, sepse e kemi kalu vërtet bukur ka qenë. Unë për veti më kujtojnë bili edhe emnat e mbjemnat e atyre. A i mbajnë men mist? Po, i mbajnë. Njëherë ma vonë mu lajmëru dikush nëpërmjet rrjeteve sociale, nuk e disha cili është se kishte ndryshuar pamje. Derisa më tha unë jam ky. Pastaj thashe sa bukur që po ritakohemi kështu në këtë mënyrë virtuale, ashtu të themi. Interesant, edhe kjo pjesë e fëmirisë, e rrugtimit dhe të miqve, se rëndësishme me mbajnë mend mist, shokët? Mendoj që qenë ka e rëndësishme, jo që me një herë e kam zbulu, por sa herë që njeriu i kthehet fëmirisë ose të kalumës, historisë, ajo është pjesë e jote. Do me thënën, varet tash edhe si e vendos në atë panon, ashtu me quajt atë mozaikun e jetës, janë disa ngjarje që ndoshta edhe aty për aty nuk i jep kuptim, por ma vonë e kupton. Ma vonë e kupton se ka qenë pjesë e një plani ma të madh. Edhe me kalimin e kohës i kom zbulu këto gjëra. Nuk është të thonë që gjithmonë i kom zbulu edhe i kom çmu, por tu kalu koha e sheh që pas kanë qenë të çmueshme. Në këtë rast që për shembull që kena qenë në klasë, gjysa kanë qenë nxënësa të krishterë katolik, gjysa musliman, kena lojt bashk. Tash po e shoh se kjo pas ka qenë pasuri në fakt, edhe kemi mujt me lujt bashk, kemi mujt me mësu bashk, edhe aty për aty kemi marrë si të mirë qenë, kështu, ashtu duhet. Kur e shen njeri në pikpamjen e universale, e shen që, kjo pas ka qenë e mrekullueshme në fakt. E kështu që tash, kove të fundit, po i rizbuloj ashtu, të them disa gjana që... Ju po thoni që për para, do më thonë, nuk është, keni pas qatë luksin e madh, sa që me mendu edhe me vepru, që duhet me qenë bashkum. Po, e kemi, unë të paktën e shoh që e bukura ka qenë që nuk e kemi marrë si tragjike nëse na ka mungu diçka. Po kemi marrë vërtet me optimizëm, me lojë, thjesht ashtu është situata, nëse nuk e kemi pas një top gate me hallën, megjithatë nëse dikush e ka pas kemi ditë më gëzue, tash po e vrej që kjo gjë është e mirë, ky shpirti i optimizmit, si të thush po dhe realitetit që mos me bë tragjike nëse nuk ke diçka ose të mungon diçka. E në këtë kuptim, po du me thonë që janë disa gjana që jam të mësu edhe prej fëmirisë. Imagjinoj, edhe sot. Po, edhe sot. Rrugtimi drejt dijes. Po, sakrificat, mundet. Në fshatin Kabash gjithësisht në qumë famullia e Binqës, aty ka pas edhe kandidat që kanë qenë më shumë se unë, që kanë qenë për iftrin, dhe kanë shku në shkollë, se ata e bajnë një shkollë pak ma specifike, në fakt është gjimnazi klasik, e kjo ka kriju pak kurreshtje, si këta po mësojnë latinishte, po mësojnë gjuhë të huja, e po shkojnë me një vend tjetër, në gjallë një farë kurreshtje kështu, përveç asaj që thash edhe lutje në familje, por gjithmonë më kanë interesu gjonat me ditë ma shumë. Në këtë kuptim, në përmjet edhe shembullit këtyre, por dhe vetë landëve që i kemi mësu, më kanë kriju një farë kënaqësie, e kam ndje vetën ma të lirë me kriju, ashtu si me thonë, me zbulu gjana.
edhe kështu pastaj njën marrë do vendime me ecje. Kjo të regon që ju keni qenë i rrethuar prej njerëzve më të rritur, edhe si fëmijë dikur, domethënë. Po, ka qenë... Në sinjal ma dhe. Po, kanë qenë një grup pak më i gjallë, si thush... Nëse guxojmë me thonë që je pjek para kohë. Ndoshta, si duket, si në disa segmente, ndoshta, jo në tërësi, po në disa segmente, ndoshta po, shifeni, ati që është dhonë shumë, do të kërkohet shumë. Kështu që edhe përveç fati që ka personi talente, por pastaj ka dhe kërkesa, pak më të më dha. Kështu që nga njerë e kam dhjet atë trysnin, kështu, se duhet bërë ma shumë, sepse ti mundesh këta. Po, kjo është e bukra. Po, e bukra. Me kërku edhe më shumë prej vetës. Po, edhe kjo si duket më ka shty pastaj edhe me ecë edhe ma shumë për para, edhe kështu jënë zhvillu pastaj edhe talentet. Nuk mund them që gjithmonë kam shkëlqy, sepse ka pas edhe momente dobësie, sigurisht, edhe në disa landë kështu, bashkë e kom vrejt, nga njëherë thoshte edhe në gjimnaz, profesoresh, ose profesori, po e vrenë si vjetë këtë qenë pak ma i dopt, kështu, të kara vëmendja. O, thash, do të më duhet më mobilizu pak ma mirë, për shkak se pak edhe varet edhe pe zhvillimit trurit, se si zhvillohet nga njerë, shkon me një landë ma shumë, e le anën tjetër, sidomos kur fillova pak me muzikë, më marë e vreja që më rëmbente ajo muza, është me thonë, i lasha anash pastaj disa landë tjera, por me gjitha ta, këtu jënë ata tjertë edhe kujdestartë, profesorat që ta bojnë me dije, e kenë një feedback, e kenë një reagim, kështu që ka mujtë pastaj edhe me mu rikëthy me bo një loj ekuilibri, që mos me shku vetëm në një drejtim. E shoh një diçka të mirë këtu, që e kom pas edhe bashkësin që ka reagu ndaj asaj që ka kom veprue, por edhe hiri i Zotit, na e qumë kështu në kuptimin dhuntit e Zotit që ja jep dikujna, por një specifik. Nëse dikush është i mirë me një fush, nuk do të thotë që është në tjera fusha, e kështu përplotësomi, kjo është e bukura. Në këtë rukëtim, ke pas dikon një kratë fort, një njëri që të kam bështet, një dorë gëgjet madhe? Si model, kështu si me thonë, si shembul, ka qenë famulitari, do me thonë, a i prifti që u kujdes për bashkësin, aty Domnu e Gjergji e ka pas emnin, a i ka qenë si atë shpirtëror, ta quj kështu, që me predikimet e ti, të flakta, të zjarta, po dhe mënyrën, se si na ka mësu, por edhe motrat regulltare, që kanë qenë aty, me atë shërbimin e tyre të përvojt, këta kanë motivue, si të thush, nga ona ideale, kështu. Por shoqet, vetë fshati ka qenë i tillë që vetë jënë organizu, ka pas një lloj lirie, kështu, edhe kjo na ka bërë dhe mo lidh me njëri tjetrin. Pastaj edhe në gjimnaz që kam shku në Subotic, ka qenë vetëm tash veç një bot tjetër, ashtu të themi, por edhe aty ka qenë një korniz ku ke mujt mi zbulu edhe talentet e tua, ai kontakti edhe me gjuhë tjera, me nacionalitetet tjera, gjithashtu ka qenë shumë interesant, nuk ka qenë lehtë, them drejtën, sepse vendi tjetër, gjuha tjetër, kultura tjetër, është dash mu ballafaqu, e mira ka qenë se gjithmonë ka qenë dikush për para që tash veç e ka jetu ata, shqiptar, po mendoj për Kosove, sa do që në kanë 5, 6, 10, po me gjitha ta në përmjet tyre, disi jënë ban këto kalimet. Nuk e kam ndje kur vetën, si thush, të vetë mum, aty këtu ka pas raste, periuda, por i kemi te i kalue me optimizm disi, kemi pa që është pjesë e jetës, edhe jeta ka shku për para. Cili ka qenë momenti më i vështirë në këtë pjesë? Që po flisni me shumë? Koha e luftës, them drejtën, kalimi prej gjimnazit edhe në Zagreb, pastaj patëm shkue në fakultet filozofik, çështja edhe pasigurive sociale, çka po ndodh me familjen poshtë në Kosovë, dhe kur e keni distancë fizike, disi shqetësohet njeri edhe ma shumë. Më duket që këto rrethana ka qenë pak ma vështirë, emocionalisht, psikologjikisht,
edhe pse kemi pas atmosferën shumë të mirë edhe kushtet kemi pas shumë të mira në Zagreb ku kemi studiu filozofi dhe teologji. Por me gjitha ato, ajo përcjellja lajmeve që ka po ndodh, pasiguria për të ardhmen, mendoj që këtu ka qenë, por edhe një vend tjetër, prap një vend tjetër me njerëz tjetër, është dash mu ballafaqu edhe me pasigurin, është dash mu ballafaqu edhe me sfidat që i sjell një ambient i ri, një shkollë e re, lanë të reja, e kështu me radhë. Pra, edhe nga ana intelektuale, edhe nga ana psikologjike, e ke një lloj beteje që duhet me te i kalu. Flasim lidhjen tonë me Zotin. Si eri thirrja? Sa herë e kom mendu këtë çështje, gjithmonë mbetet diçka si e mistershme. Nuk mund ta kapsh, si të thush, ta bashkë ta kuptosh tërësisht. Gjithmonë mbetet diçka një lloj misteri. Edhe mendoj që gjithmonë është e tillë. Edhe çdo profesion kështu jetësor është pak mister. Mbetet disi e pakashme për logjikën njerëzore. Edhe tash kur them nganjëherë si kam kalu disa vështirësi, prej kësaj perspektive kisha thonë nuk e di, kisha mujt për s'dyti me kalu. Por ja që e vrej që Zoti vërtet e udhëheq personin. E udhëheq personin, nxjerr të mira edhe për disa situatave që duken në shikim të parë, duken pak çuditshme, të pakuptueshme, të palogjikshme, por megjithatë, unë këtu e kam vrejt gjithë pushtetësinë e Zotit se edhe prej disa rrethonave pa përsosuna e ka nxjerr një të mirë prej meje për një të mirë për tjerët, jo vetëm për vetë personin. Edhe e shoh që e përgadit një person për një mision të ardhshëm. Por jo vetëm për të mirën e atij personi, por gjithmonë për të mirën edhe disa tjerëve. Ato lutjet e mbrëmjeve që prej kohë në kohë familja ime i ka lut, besoj që aty ka lind një kontakt me transcendentën, ashtu ta quajmë me hyjnorën. Pastaj edhe nga ana intelektuale që tham gjatë rrugës tu dash mi zbulu gjanat, me pyet pse është kjo kështu, pse nuk është kështu, çka janë engjëjt, çka është shpirti i mirë, kush është Zoti, kush është Jezu Krishti. Gjitha këto, domethënë këto pyetje kanë ngjall një lloj interesi, edhe shembujt konkret për fëmijëve ose të atyre që tashmë veç janë të jetue një jetë, kam thënë pse unë mos më bëj edhe unë si ta. Edhe mas 8 vjeçarës kum vendos pastaj. Edhe pse edhe më përpara kum pas një lloj raporti intim kështu personal që si ja kum tregu shumë njerëzve tjerë, nuk jum kanë edhe që kum shku shumë në kish kështu si më thon. Por megjithatë e kum dash si përmrena atë jetën shpirtërore, jetën edhe liturgjike, do thosha. Me vonë u dash me marrë një vendim. Sigurisht që prindrit pak e morën me si rezervë, nona pak ishte e shqetësuar sepse ishte koha e luftës, kujdes ku po shkon andej knej, por ishte mirë edhe ai dyshimi i saj për shkak se nxiti pastaj mi sharru do gjana që me marrë një vendim edhe më të madh, edhe pse vërtet kam qenë i vogël, por ja që po ta dha ka Zoti një fuqi për me vendos me shku edhe për jashtë Kosove me 15 vjeçar. Nuk u kanë lehtë. Ja, kështu do thosha, kam dash gjithmonë mi shërby tjerëve, me qenë për dobi dikuj. Për të bërë mirë. Me bërë mirë. Kjo më ka motivu vazhdimisht. Vazhdimisht e kum pas një nxitje me bërë diçka mirë për dika. Përmend, do me thonë shumë e rëndësishme që ishte thirrja. A ka pas momente të vështira në këtë rrugtim? Sepse mendoj që duhet me ndodhë diçka për me arrit tek cako. A ka pas diçka një jetë që ty... Ka pas. Kuptohet ato që vinë, ato çështjet njerëzore, mu dashuru, me dëshiru edhe me kriju familje. Mendoj që kjo vjen se biologjia mbetet te personi. Këtu është ashti ai ballafaqimi i personit çka do në jetë. Çka do. Sikurse që dikush vendos komo martu, edhe tash ku me dash këtë person, ashtu është edhe te prifnia. Do me thonë, unë vendosi
këtë rrugë, jo atë tjetrën, po këtë. Dhe më thonë, të vendimi kënë bëjmë me zgjedhje, që kjo prapë do me thonë që i thotë një gjë e po, një gjë e jo. Të gjdo zgjedhje e ke këto. Kuptoj, nuk ka qenë që letë edhe... Nuk ka qenë. Nuk ka qenë në kuptimin thellë e ndjen që je për atë rrugë, po kjo s'do thotë që nuk vinë pyetjet. Nuk vinë, mos ndoshta është më mirë kështu ose ashtu. Se këto e sjell edhe intelekti, mendja njerëzore, sidomos shembujt të tjerëve kur i sheh. Kështu që të vinë këto pyetje, por këto pyetje janë më shumë edhe gjithmonë i ka marrë si nxitje me hi edhe më thellë, edhe me sqaru edhe cili është misioni im. A dëshiroj këtë stil jete apo jo? Nuk është që është më i mirë ky, për mu po. Por tash nëse flasim edhe për tjerët, atëherë secili këtu është i thirrur me marrë vendimin e vet. E në atë vendim ndihet një lloj vetmie, sigurisht, ndihet një lloj pasigurie, a mos po gaboj. Por këtu më ka ndihmu pastaj lutja, meditimi, gjithashtu edhe këshillimi me atin shpirtëror, është një prift që zakonisht qëndron në dispozicion, është një lloj rrëfimi ku t'i ja shpalo zemrën, tani ai thotë këshillon nëse ti kërkon këshilla, jo që me ta imponu diçka bën këto, mos e bën ato, por thjesht sjell hedh dritë që pastaj ti me pas më shumë liri për me mujt me vendos. Ama me kalimin e kohës edhe rritet edhe dashnia për atë mision. Nuk është që i ke qarta më njëherë gjitha, por dashnia i te kalon. Dashnia që për këto gjana të shenjta, mi unimu njerëzve, sidomos mi te i kalu do vështirësi, ti keme qenë shërbim tyre, keme kremtu mesh, keme dëgju edhe rrëfimin, keme prediku, a e muj me paramenon vetën të ardhmën kështu? Pastaj i shoshit këto gjëra, edhe dikur është një rrugë e gjatë, thënë drejtën, para se të bëhesh prift, është një rrugë mjaft e gjatë për mi shoshit këto gjëra me po a është për ty. Për shembull, nëse ajtë po e heqim gjimnazin që është 4 vite, gjimnazi klasik, 2 vite janë filozofi, 4 vite janë teologji. Do të thonë, 6 vite ke mundësi me i shqyrtu këto gjëra, e në fund pastaj e merr vendimin. I përmend e prindrit. Momenti kur i the që unë po duam të bëhem prift. Si e pritën ata? A ishin dakord me zgjedhjen tënde? Nëna ishte pak hezitante, edhe më nxite, po e shihja që thjesht dëshiron që unë ta kem qartë, ose t'jem më i vendosur në kuptimin se a e tu ditë çka e tu bën. Baban qëndronte pak kështu si i rezervuar, e mor parasysh, ama nuk tha gjë. Për nyshe i kom pas mjaft devotshëm prindrit e ndjerët ashtë janë, edhe kjo më ka dhënë, me thënë drejtën, një siguri që kjo shka të bën është rruga e drejtë, kur nuk i kjo më fajsu pëse, për shembull nana më ka thonë ashtu, gjithmonë e ko marrë si diçka normale dhe që ka njerëz dhe që nuk e kuptojnë pëse, më kanë thonë edhe disa, po pëse, ja, i bu, kura ndekë, pëse s'pu martohesh. Kjo është pyetje më... Jo, kjo është, unë shumë mirë i kuptoj, edhe sot e kësaj dite njerëzit që bëjnë pyetje të tilla, që është vërtet... Dashka nuk ka informacion të saktë edhe kjo e bën vetën. Edhe kjo, por është mjaft njerëzore, sepse të thamë drejtën, të sakrifikosh diçka që është biologjike, njerëzore, si që është krijimi i familjes, por në tjetrën anë, prapë po them, ka të bëjmë me diçka misterioze, sepse e fiton një familje tjetër. Dhe gjithë e ma shumë po bindem që ashtu është. Se ke vllazën e motra që nuk janë të fisit e gjakut, si thush, po i ke njerëzit që të afrohen, të hapin zemrën, edhe vërtet i përjeton si vllazën e motra. Sidomos anën shpirtërore e kam. Edhe çështja e rrëfimit, na quajmë sakramenti i rrëfimit, ku mund me bisedu me personin që të hap zemrën, tregon, pastaj edhe këshillat e tjera. Pra, është gjithmonë mbetet ajo ana emocionale, mbetet pak njeriu ajo vetmia që është njerëzore, do thosh, apo e te i kalon me dashni. Me dashni në kuptimin e shërbimit ndaj tjerëve. Atë energjin
që është dash për shembull me harxhue për familje, tash është ajo familja e madhe, si thosh për tej asaj familjes biologjike, e që kërkon edhe ajo shërbim, ama këtu e gjen gëzimin. Domethënë je në dobi një familje që është më e gjerë. Gjatë këtij rrugtimit si prift, a ka pas momente që dyshimi? Dyshimi në atë kuptimin intelektual, se mendja e ka atë aftësinë e saj që thjesht mi shkoklu gjanat, mi analizu, a është kjo kështu, a nuk është, a është më mirë kështu, a nuk është më mirë kështu. Jo në atë kuptimin dyshim për me dyshue ndashninë e Zotit ose në udhëheqjen e Zotit, por dyshimin atë kuptimin ndaj vetës më shumë. Ndaj vetë, a do të muj me arrit, as do të muj. Mbajt peshën e madhe. Mbajt peshën e madhe, përgjegjësia e madhe, por me këshille, me lutje, me ditim, i te i kalën këto gjona. Vërtet hedh dritë edhe meditimi, por edhe biseda, pastaj edhe ato lanë në filozofi, teologji që i shqyrtojnë gjitha pyetje thuja të njeriu, si është njeriu, si funksionon njeriu, si funksionon psikika, trupi, shpirti, si kanë jetue shetrit përpara, çfarë problemesh ata kanë pas, çfarë mund t'i kesh ti. Gjitha këto ndihmojnë. Edhe unë e kam pas gjithmonë këtë zhvillimin, si thosh, ecjen shpirtërore, nga njëherë nuk e sheh që po ec, po megjithatë ec. Se kur jetu marr informacione, ato ndikojnë. Deshte ndikojnë. Edhe rrethi ndikon, po pastaj je i ftuar edhe ti mi dhoni përgjigje, i jep një herë, i jep dy herë, pastaj bëhet pjesë e jotja, pjesë e karakterit tanë, atëherë nuk e merr si tragjike nëse të vjen edhe një pyetje. Kur flet për rrethin, a ka pas që kanë qenë kundër që të bësh prift? Aty këtu kanë qenë disa, jo që mi o ardhë keq kështu, që ki dështu diçka, po në kuptimin që s'kanë mujt me arrit me kuptue. Që shumë mirë i kuptoj, se vërtet pyetja është, a kemi me kuptu ndonjëherë pse dikush e sakrifikon, si me thonë, familjen biologjike, por mi u kushtue diçka tjetër në këtë rast popullit, sepse është diçka dhe mistike. Kuptoj. Prindrit, a kanë tentu që ju njoftojnë me dikant? Jo, me thënë drejtën, jo... Apo nuk kanë tentu këtë pjesë? Nuk kanë tentu, sepse rrethi jonë, me gjithë aty në Kabash ku kom jetu une, kanë qenë pak, hajtë po thejmë kështu, demokratë. Nuk kanë imponu që me thonë, këto ndush me marë. Ndaj vajzave në kohën, sa im kanë i ri, aty këtu ka pas ndonjë rast, por me gjithë ata, nëse personi në këtë rast, edhe vajza jo vetë në djali, ka thonë, me gjithë ata po du më martu me dikan, nuk është që kanë bon shumë presion, kuptohet që kanë pyet, për me ditë se qka teksi, por me gjithë ato nuk ka pas ndonjë kështu trysnit madhe, tentim, as të une. Është po lem me ty dhe me tonë, a ke dashurun ndonjëherë? Po, që më kanë pëlqy, sigurisht... Dashuri po flasim? Jo, kështu mbash me ecë, si të thush, me një vajzë, jo, asë njëherë s'kom ecë, që me thonë... Po mund dashurosh edhe... Mund dashuru, po, pa e dita aj person. Po, edhe ndodh edhe kjo? Mund me ndodh, pa tjetër, por jo që kom shku matutje. Kuptimin ato fantazit rinore që janë, po që i kom marë, si diçka... Si kemi nga gjunë gjenja këto? Por lutja edhe, çështja është e kanalizimit emocioneve. Në këtë rast, nëse je kandidat për prift, mundet me ndodhë që mu dashuru me një vajzë. Që është normale, besoj. Po, edhe tek ne edhe konsiderohet normale. Vetëm si çështja është ashti, me kalim e kohës, vetë personi me shqyrtue për çka je, edhe a je akoma në atë vendimin që e ke marrë. Po, këtu vetë tash varet pej personit si e vendos. Nëse e vendos që me gjitha ta unë du mi shërbyje, se gjatë kohës që për shembull kisha shku, sikur që bëjnë zakonisht, me dal, me ec, dikun, me shku, me vizitu në kino, ose ku dikun, unë ju marrë me libra.
ju marr ose kom ndihmu të varshnëve, ose kom shku me vizitu një të smut, ose jam përgatit për provime. Do të thonë, ajo energjia ka shku në tjetër anë, si me thonë, u theksu ma shumë ajana intelektuale, ose arsimore, edukative, por edhe praktike në shërbim të komunitetit. Do të thonë, mbesin ato pyetjet personale, sigurisht, i analizoj, i shqirtoj, po me gjitha ato vendimin pastaj e marrë të analizua dhe këtë pjesën tjetër për të ardhmen, si të thësh. A ju ka ndonë ndonjëherë me mendu po, sikur të isha edhe prind? Po. A e ke ndjenë ndonjëherë këtë pjesë? Shumë e rëndësishme? Si ide, si ndjesi, si ne vim prej një familje, babe, none, edhe vllazëneve, motrave, edhe kem ato biologjike që është pjesë e formimit ton, edhe të vjen, por prapë se prapë ai vendimi kuj duj mi adhuru zemrën, kjo është një vendim mjaft intim, mjaft i thellë, edhe prandaj ekzistojnë këto vitet e formimit që personi me mujt me liri me vendos. Se është një përgjithësi e madhe, do me thonë, 2 vite filozofi, 4 teologji, do me thonë, janë 6 vite ku ti mundësh, edhe në momentin e fundit, me thonë, me gjitha nuk po vazhdoj tutje. Edhe është, me thonë, drejtën pranohet si gjanë që mund me ndodhë, dhe ka ndodhë, që personi pak para se me vendos, po pritë, thot, me gjitha ka dhe kësi raste, por jatë të une, me gjitha kom vendos me shku tutje. A ka këthim vrapa këtë pjesë, po thoni që ka? Ka para se me vendos, sikur lloj martese është, martese, kuptimin, hajtë po them kështu, martese me kishën. Është ai vendimi që është shogurim, momenti kur i peshvi, kryesori i një shteti, që është Dioqeza, i vendos durët, edhe të lynë me vajnë e shenjtë në durë, edhe ajo është moment solem, para këtë popullit, jep betimin, thu që ta shetut jenë du me shërbyje këti populli, edhe bëndë njërë këtë publike, edhe është si vull e pashlyshme, thënë drejtën. Dhe më do ka këthim edhe për këtë pjesë? E ma vonë mundet me ndodhë që personi ka ndodhë, që dikush me gjitha ta thot nuk po mujnë dhe ma. Po pastaj është një farë procedure që du të me marrë leje prej Vatikanit, që me të liru... Nuk mundesh me dojë që ashtë letë? Ja, nuk mundesh. Du të një farë kohë, ko gja shumë për më ta thonë lejen mu martu pastaj. Nëse ke vendos, kuptimin mu martu. Sepse kjo është një betim para Zotit, e du të, nëse personi vjen në përfundim që me gjitha ta nuk po mundet, atëherë du të prap një leje tjetër, me të liru prej ati betimi që e ki bo, për me bo këtë betimin tjetër. Qa ju mësoj kjo rrugë? Duke qenë prep? Ka mësu shumë. Qa ka mësu? Njeri është jo i përsosun, po njeri ka edhe të mira. Do me thanë, më ka mësu që lumturia mundet më përjetu në papërsusmëri. Mundësh me qenë i gëzushëm, i hareshëm, edhe ku nuk i ke gjitha. Edhe më ka mësu që nuk është keq mi përjetu kufit e tu. Kaq mundem, kaq s'mundem. E di që kjo është e dhimbshme nga njëherë. Sidomos ajo çështja si ta ndryshoj tjetrin. Nuk mundemi na tjertë me ndryshue. Na mund vetën me ndryshue. Po mos të harrojmë që kjo të dikush ndodhë në mënyrë dramatike. Ne njerëzit dëshirojmë ndërru tjertë. Eksakt. Çka është njerëzore, por në fakt mund ka mësu kjo rrugë që mos e hargjo energjinë kotë, si thush, edhe me aprish vetës disponimin, madje edhe lumturinë, për shkak se dikush nuk është të ndryshu. Ti dëshira, nuk po thëmë që s'ka nevoj me dëshiru që dikush më ndryshu për mirë, po mos e bën peng të lumturisë këtë. Në kuptimin që tashti me prit sa të ndryshon aj, pastaj më qenu një lumtur. Kjo mendoj që është një mençuri e jetës, që mendoj që nga të dikush mund me zgjat me vite me kuptu. Me pranu, se dikush mund me kuptu, po me pranu. Në realisht me pranu që ashtu është. Edhe mendoj që ja vlen me kalu edhe në përveshtërsi. Mendoj që një njeri që s'ka kalu në përveshtërsi,
nuk e di sa e çmon jetën. Çdo jetë ka vlerë. Nuk mundet me ta marrë vlerën dikush tjetër kush. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit mendojnë, çka po mendoj ai tjetri ose ajo tjetra, aq vlej. Jo. Ti vlen pa marrë parasysh çka mendon ai tjetri atë çka jo. Edhe këtu feja ndihmon jashtëzakonisht shumë, kuptimin që të kthen me pa veten me sytë e Zotit, jo me sytë e njerëzve. Sytë e njerëzve gjithmonë do të jenë të papërsosur. Do të ketë interes, do të ketë anej, do të thonë, kemi nevojë më mësu me pa veten me sytë e Zotit. Me sytë e Zotit gjithmonë shet mirë. Edhe e shet potencialin tonë. Jo vetëm çka ki gabu, çka s'ki gabu, ose cila dobësiti i ketë, a i shedhe ato, Zoti, jo që i mbyllë sytë, ama ta shedhe mundësin tënde se shka mund me bëti me jetën tënde. Pra, kjo më ka ndihmu pastaj më ballafaqu edhe me dobësit e njerëzve. Edhe disa njerëz që vinë, momentin është atë pavolitshëm për ty edhe dëshirojnë një këshill. Po atëherë thëmë prit, se kjo është misioni im. Edhe këtu muj me ndryshu botën, ashtu me thonë. Pastaj kjo më ndihmon pastaj me dalë edhe pe vetës, në kuptimi që mos me mendu që vetëm unë duhet jam i lumtur. Por çka ndodh? Në momentin që ti ndihmon tjetër kuj, në fakt këtu e përjeton lumturinë e vërtet. Edhe e sheh që këtu që ka në fakt lumturia. Se është një lloj rreziku me mendu që kur të njihna vetëm unë mirë, atëre bota është mirë. Është tu ndimna e qumë, këto është një lloj gracke. Me bazu jetën time vetëm në emocione, edhe këto e kam mësuar për jetës. Emocionet ndryshojnë, edhe nuk guxojnë më na udhëheq emocionet. Do të më na udhëheq dashnia, në kuptimin zemra, jo emocionet, barku. Ne nga njerë dhe me mend mund me shku shumë larg. Kuptimin duhet këto, duhet ato. Edhe tash ti duhet me kyç zemrën. Do thonë prit se ti kaq mundesh, ti e ke këtë mision, ti e di se çka të ka ndodhur në të kaluamën, ti e di se ku i ki dobësitë tua, shëfe, edhe bëhet ma real personi. Pastaj edhe bëhet ma original, si thush. Edhe bëhet ma shumë vetvetja, atëherë edhe nuk lejon edhe bash shumë lehtë që emocionet me ja udhëheq jetën. Se emocionet janë mund me të rrëmby, po janë afat shkurtra. Afat shkurtra edhe nëse nuk e kyçim edhe mendjen, mundemi me marrë vendime jo të shnetshme, madje edhe fatale. Nëse vendosim diçka aty për aty, edhe vetëm pse e kom ndjej kështu, do të thonë duhet me i analizu dhe gjona nga njerë, me kokë, por prap, jo vetëm me kokë, milion vetëm kokë, po pak, në fund duhet me vendos me zemër. Kjo besoj që filozofia, ashtu me thonë, e jetës teme më ka mësue këtë, vërtet. Ne jemi veç ka fundi, edhe ju e dinë se që shionë minutazhet e misioneve, por unë kësha do shumë edhe më gjatë me folj, edhe me diskutu edhe shumë gjëra të tjera që nga një herë edhe janë tabu, por mendoj që sonte kemi prek shumë gjëra të rëndësishme, kemi guxu me thonë të drejtën me folj bashkë. Jo më vjen mirë. Tregon cili është mesazhi që të buron prej shpirtit për krejt ata që të ndjekin, të përcjellin, të dojnë dhe të vlerësojnë, edhe për gjithë ata të rinj që sot ndoshta gjenden në situata jo të mira, edhe jo okay edhe në anën shpirtërore, se fund ditës sot njerëzit po vujnë për këtë pjesë më shumë se sa çdo tjetër. Unë të thosha që çdo jetë e ka vlerën e vet. Çdo jetë. Çdo jetë është e çmueshme. Pa marr parasysh a ke këto, se ke këto. Mësohuni me nxjerr të mirën edhe prej situatave të papërsosuna, gjithmonë do të jenë situata të papërsosuna. Gjithmonë diçka do të mungoj. Mos e lejo veten me kufizue për shkak këtyre rrethonave. Zbuloje bukurinë që ta ka dhënë Zoti në shpirtin tënd. Në shpirtin tënd ti ke potencial. Ndoshta nuk ke arrit krejt me shpërfaq, po mos ke frikë. Fillo me hapin e parë. Siç ka thënë ai, çdo rrugë e ka hapin e parë.
Pra, çmoj ato gjonat e vogla. Ato aq sa ti kupton, bëj ato me zemër, bëje me dashuri. Mendoj që ajo e nënës Tereza është e mrekullueshme. Na nuk muj me bë gjona të jashtëzakonshme, por muj me bë gjona të zakonshme me dashuri të madhe. Edhe çmoj edhe emocionet, ato që tham, nuk po them që s'do të mi çmu, ato na ka dhënë Zoti, qoftë ato të pikëllimit, qoftë hidhrimit, qoftë gëzimit, ato janë dhurata të Zotit. Por ky çmendjen, sidomos te vendimet e mëdha, mos vendos shpejt e shpejt, ky çmendjen, ky që zemrën, shpirtin, nëse je besimtar, lutu me Zot para Zotit. Edhe merr vendime pastaj i qetë, me dashuri, e kjo ka me tregu që je në rrugë drejtë. A ka qenë sonte intervista më interesante që keni dhënë ndonjëherë? Po, edhe ma personalja, kur s'kom fol para në publik. E di. Publik kështu gjana personale kur s'kom fol. E di, kum përcjellën era para. E të falenderoj zotri. Po, besoj që kemi nda diçka bashkë, kemi thonë diçka, me që në thuhet, janë thonë gjanat më të rëndësishme. Kupto që edhe se gjithmonë ka për me thonë. Sigurisht, jeta e personit është aq e thellë, sa edhe në fshat me jetu, mos mendojmë që është shumë e thjeshtë, sepse edhe atje kanë ndodhë shumë gjana, edhe në qytet, pa marrë parasysh ku, se jeta e mrençme është shumë e pasun, e hapën, ka shumë dimenzione. Ne nga njëra as vetë nuk e kuptojmë gjitha, por prandaj është me rëndësi mi dhonë kuptim asaj që na ka ndodhë me sytë e Zotit, edhe ecim përpara me optimizëm. Sonte për mua ka qenë shumë kënaqësi e madhe më pas, ballë për ballë, me diskutuar shumë çka, shumë sene që ndoshta nuk ishëm guxuar mi thonë edhe dikun tjetër, po që ne morëm risk për mi thonë diçka, për me nxjerr edhe më të mirën. Unë për një me falenderoj shumë, falenderoj për gjithë shkallët që po jep edhe për këtë shoqëri, faleminderit që je model i mirë për gjithë ata që të ndjekin të shohin. E mbi gjitha është shumë e rëndësishme të theksohet një gjë që jeni shumë bashkëpunues edhe me çdo kënd tjetër. Këto e theksohet edhe para emisionit, para sa me hi në studio. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte vërtet edhe për mua kënaqësi dhe e çmoj këtë çka jeni duke bë. Kemi nevojë me diskutu, me t'ju tregu edhe njerëzve si na muj me bisedu, jemi njerëz, edhe kjo është gjithashtu një arritje e madhe. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit qofshi. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkë biseda jonë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.